Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, presidenti Osmani rikujtoi se pavarësia e Kosovës është rezultat i vullnetit të popullit dhe një sakrificë shekullore ku mijëra dëshmorë dhe civil dhanë jetën për lirinë e vendit. Ajo theksoi se ushtria çlirimtare e Kosovës luftoi me heroizëm dhe në mënyrë të pastër, ndërsa krimet e agresorit serb përfshin gjenocidin, masakret, dhunimet, dëbimet dhe shkatërimin e qytetarëve dhe fshatrave, të cilat kanë qenë veprime të qarta kundër popullit shqiptar. Osmani u shpreh se çdo përpjekje për të barazuar luftën çlirimtare të UÇK-s me krimet e Serbisë do të minonte drejtësinë dhe paqen e Kosovës. Kosova dhe qytetarët e saj kërkojnë drejtësi. Lufta e UÇK-s është e drejtë dhe e pastër. Kjo është e vërtetë dhe nuk ndryshohet me tentime për të rishikuar historinë dhe për të njollosur dhe zhvliftësuar betejën e popullit Kosovës për liri, tha presidentja e Kosovës. Reagimi i Osmanit vjen në një moment kur gjykimi ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s po zhvillohet në dhomat e specializuara në Hag, ku prokuroria ka kërkuar 45 vite burgim për secilin nga të akuzuarit, duke ngritur akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.